Dhe i lum ai njeri për shpirtin e tij që e përmend Zotin e Madhëshëm, që e kujton ato pa ja ndo. Emrin e Zotit ja përmendin pa ja ndo. Dhe ne duhet ta përmendim emrin e tij vazhdimisht. Dhe madhëroje Zotin tënd mëngjes dhe mbrëmje. Dhe përkufizoju me ata të cilët e lusin Zotin e tyre mëngjes dhe mbrëmje dhe kanë për qëllim kënaqësinë, razinë e tij. Dhe ata çka do që bojnë mirë. Kur flasin mirë, kur mendojnë mirë. I ushqejnë të varfrit, i ushqejnë jetimët, i ushqejnë të ngratin, i ushqejnë të lënin rrugë, i bën sebil, ushqejnë kafsht, ushqejnë shpezë, ushqejnë njerëz. Me durët e tyne, Rahmani, Rahimi, Mëshiruesi, Mëshirbërësi, i mësoj përmes fjalës tij që është Kurani, i mësoj për me kon bugdhanca, i mësoj me kon të drejtë, i mësoj me kon të mëshirshëm, të dashtun, të afrushëm. La ilaha illallah. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij, ya Rahman, ya Rahim. Ata njerëz të cilët, siç ishte Umar ibn Abdul Aziz, i cili edhe kafshët e gërsinat në male nuk i la të unta. E jo ma kur bëhet fjalë për njeriu me lan njerin pa stre, me lan njeriu pa përkrahje. Dhe na kujtohen ajetet e surës Duha që Rahmani nuk na lën pa përkrahje, Mëshiruesi. Ai është që i ka në kujdesje krijesat e tij. Allahu askënd nuk e lën pa rrezik, pa furnizim. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Thot ne ju furnizojmë pa mos. Dhe ai është cili na zbret, na jep rrezik pe qiellit e pe toke.